Mirëmëngjesi, ju tregova çfarë bleva te Sephora, bëra edhe një video të bukur duke I treguar këto produktet, po ky serumi, mbasi aplikova në fytyrë, e pash se sa I lezetshëm ishte vërtet. Nuk e di nëse dalloni këtu te video, të gjithë pjesën brenda e kam ca si xixe roz, si me shkëlqim roz, edhe kur e vije në fytyrë, domethënë unë e kam vënë vetëm një herë kur dola. Sot është hera dytë që po e aplikoj, kështu që nuk di t'ju them për efektet afatgjata, por me kaq sa e provova, e zbusta vërtet lëkurën, edhe kur vura fondatinën, make-upin, ishte pak më kollaj për mua. Nuk e dia duket aty. Unë e di që fytyrën nuk duhet ta laj me ujë të ngrohtë, po unë si person kam shumë ftohtë dhe sa herë bëj dush e bëj me ujë të përvoluar. Edhe tani që lava fytyrën dhe u bëra gati për të dalë, u bëra kështu me njolla të kuqe. Po ta shikoni, ky është shkëlqimi që të lë ky serum. Nga që është bërë ftohtë, sigur më duket sigur është në piksur pak. Edhe është në gjysmë. E shumë po vjen që fondatin, neve sot do dalim, sot është ditë e hënë, edhe shkollat janë pushim, sepse është një fest fetare, krishtere këtu në Spanjë, dhe çdo gjë është mbyllur, shkollat, kopshet, supermarketet, qendrat tregtare zakonisht janë hapur, por neve thamë që po bëjmë një piknik të thjesht, po marrim disa gjëra me vete, po marrim një si çarçaf, si batanie që shtrohet poshtë. Edhe do shkojmë te parku I madh që të bëjmë piknik me kalamajt. Të marrim një top, në një gjë me vete. Do ka shumë qejf të bëj piknik, sepse asnjëherë nuk para marrim mundimin të ulemi në përparqe. Nuk e merrnim kur ishim në Shqipëri, të uleshim në përparqe, sepse se bën asnjë tjetër, përveç se te liçene. Dohen me sa duket, nuk e kisha kuptuar që do bëj piknik, edhe e la celularin që po mbante në dorë dhe u çua me vrap që të mbledhi lodrat. Dhe bën një çantë të madhe plot me lodra, ashtu se ku po ikim, që ti marrim me vete në piknik. Kështu që make-upin tim e pat herën e kaluar, nuk po ja shpjegoj më shkencën që bëj, po thjesht dalim për pak minuta, edhe t'ju tregoj se si është ande nga parku dhe se sa chill, se sa rahat që janë njerëzit këtu, pa komplekse. Gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje është ne ishim ul tek një lokal shumë I vogël, shumë I thjeshtë, te kopshtet, te afër parkut të madh, edhe ne ishim në lokal duke pirë kafe, ndërkohë që 3 goca mund të ishin 17-18 vjeç, ishin ul në bar, ngjitur me lokalin, kishin marrë gjëra me vete, bënin muhabet, hanin, pinin, ndërkohë që në Shqipëri nuk e imagjinon dot që një adoleshente ose një 18 vjeçare të ulet afër një lokali edhe të ulet në bar pas një lloj komplekse. Kjo është gjë që më pëlqen më shumë dhe me këtë dua që të mësohet edhe Doen edhe Ian, që mos kenë komplekse siç kemi neve në Shqipëri. Do thoni ju, jo të gjithë kemi komplekse, është e vërtet, po pjesa më e madhe kanë shumë. Sidomos të rinjt sot që duan veshjet më të mira, gjërat më të mira, sepse shikojnë TikTok, shikojnë se çfarë bëhet lart e poshtë edhe nuk arrin të gëzojnë jetën për vete. Kështu që kjo ishte një nga gjërat që na ka pëlqyer më shumë këtu në Spanjë. Ky është peneli I ri që lyen shumë më mirë. Edhe ikem. Po shkopat e bukës, të gura bjet që doni ka shumë qejf. Avokado, qumë që dohen. Dhe janë ikim. Të në të teta të TikTok-u, mama, që mirë pucët që si mba me jemë, pëse nuk vesh qërata. Po du qofë, është e filmuar. Kjo është dita im e bukur të pikniku. Këtë qënë shtypi alarme dhe po na lidhin me qëndra. Dhe quse, të në thënë, do dalim dhe ku të apin ato delvo, te! Shëndetje! Tani sa dolem dhe u votimoj prindrit. Amile! Ruam kartë në shtëpi, që duhet të blej një kartë nga e para. Ne kishim harruar këtë kartë në shtëpi, që është karta e transportit publik, dhe zakonisht duke qenë se nuk udhtoj më shumë
ditë për ditë që të shkojmë në qendër apo të shkojmë në vende pak më larg, nuk është se përdorim aq shpesh dhe e mbushim nga 10 herë. Kjo për shembull që është vetëm për qendrën, për zonën A, kushtoi 7.6 euro. 7.6 sepse 2 euro është vetëm printimi i kësaj plastikës. Në qoftë se këtë e kemë me vete dhe bëm vetëm rimbushje është 5.ca euro për 10 udhëtime. Ne jemi 2 veta, të dy që e përdorim 5 herë. Mamma. Çfarë qetësia aty te parku na u kënaq shpirti. Tani po vazhdojmë po ecim dhe do shkojmë te disa kopshte, kopshtet Viver, i gjë të tillë. Edhe na pëlqen shumë aty. Një plak. Ndetëm aty te kujdes më. Ndetëm aty tek ajo hija e pemës, derisa fëmijët u tërbuan fare, edhe filluan të na iknin larg rrezës shikimit, që tham, dohen tani është koha tham për të marrë për të ikur për të pirë një kafe, të mbledhim pak mendjen. Pa ajo sile. Klera. This is